Njeriu mund të jetë disa muaj i infektuar dhe mos e di. Në përgjithësi pacientë fillim kanë plagështi, lodhje, pastaj është karakteristikë të ta djersitja gjatë natës. Domthonë që fillon me pas djersitje gjatë natës, këto mund të jenë shenjat e para domthonë që pacienti ka një sëmundje të avancuar tuberkulozë. Vetë fakti domthonë që na kemi ramje të numrit të infektuar, domthonë qytetarët që kanë informata. Problematika është që shpesh njerëzit mund të jenë disa kohë, domthonë disa javë ose muaj të infektuar dhe mos e dinë që janë infektuar. Sa shenjat e sëmundjes nuk janë, domthonë nuk fillon në mënyrë akute na çumësi, nuk fillon në mënyrë të shpejtë, fillon gradualisht sëmundja. Dhe kështu që njeriu mund të jetë disa muaj i infektuar dhe mos e di, se shpesh sëmundja fillon me një plagështi, me lodhje, humbje apetiti, me humbje pesh, dhe pastaj pas disa muajve diagnostikohet. Dhe gjatë kësaj periudhës kur ai nuk e din, ai mund të jetë burim infekcioni për njerëzit tjerë. Dhe kjo e rrit rrezikshmërinë e bardhjes së sëmundjes. Për këtë arsye ne sot do me punu, me vepru që sa më shumë informu njerëzit për këtë problematikë, me qëllim që kjo mundësi që njerëzit me ditë me dyshu, dhe dyshimi i tyre pastaj krijon mundësi që ta me diagnostiku, nëse janë me tuberkulozë me fillu tretmanin, nëse jo me vazhdu ulëmtimet tjera për cila është problemi tjetër shëndetësor, që ka dhe probleme tjera shëndetësore që mund të bind këtë gjendje me humbje peshë ose me humbje apetiti. Po i përmenda dhe më mas pari dhe më një përgjithësi pacientë fillim kanë plagështi, lodhje, pastaj është karakteristikë të ta djersitja gjatë natës, dhe më që fillon me pas djersitje gjatë natës, pastaj dikur fillon me paraqitet kolli, përveç dispneja, apo pengesa në frymare, që në fillim mund të jetë, kur pacienti lëviz, bën ndaj punë fizike, e ma vonë që sëmundja avancon mund të jetë edhe gjatë qëndrimit ulur, dhe kështu që pastaj përveç kollës kemi këlbaz me gjak, këto mund të jenë shenjat e para domthonë që pacienti ka një sëmundje të avancuar tuberkulozë dhe për këtë arsye çdo dyshim për këtë sëmundje po ju sugjeroj që me lajmëru te mjekët tanë dhe sigurisht na tash kemi gjin eksperti bazë, një metodë që shumë e saktë për diagnostikimin tuberkulozë që bëhet edhe në qendrën e mjekësisë familjarë të ne, domthonë që është metodë shumë e avancuar, pastaj bëhet edhe rentgeni, domthonë kemi rentgen të veçantë vetëm për këta persona, me qëllim që mos u përzijë me pacientë të tjerë, dhe sigurisht e kemi edhe ekipin e cila domthonë jep terapinë dhe i përcjell pacientët dhe gjithsesi bëhet përcjellja këtë rasteve të dyshimta që kanë pas kontakt gjatë kohës kur ata mendojnë që mund të jenë të infektuar dhe ka mundësi me pacientë mund të njerëzit të tjerë.